Rasti që tronditi Afrikën e Jugut nëna shet vajzën 6 vjeçare për 968 euro. Një gjykat shpalli fajtore një nënë dhe 2 bashkëpunëtor të saj për rëmbimin dhe trafikimin e vajzës së saj 6 vjeçare, një rast që ka tronditur vendin dhe ka tërhequr vëmendjen që kur fëmia u zhduk vitin e kaluar. Joselin Smith, atëherë 6 vjeç, u zhduk nga shtëpia e saj në qytetin e vogël Mindel Post në gjirin Saldanha në provincën e Kepit Perëndimor në 19 shkurt 2024 dhe që atëherë ka nisur një kërkim në të gjithë vendin. Vajza ende nuk është gjetur. Nëna e saj dhe i dashuri gjithashtu dhe miku i tyre u akuzuan për shitje në fëmijës për para. Një gjyqtar në gjykatën e lartë në Kepin Perëndimor i shpalli sot fajtor për rëmbim dhe trafikim të qenieve njerëzore. Sjellja e zonjës Smith nuk është sjellja e një prindit kujdesshëm dhe pse nuk është, sipas mendimit tim, i vetmi përfundim është se ju e dinit çfarë ndodhi, tha gjykatësi Nathan Erasmus, duke ju drejtuar zonjës Smith, e cila ishte në sallën e gjyqit. Në këtë rast që tronditi Afrikën e Jugut, një nga dëshmitarët i tha gjykatës se Smith i kishte thënë se ja kishte shitur vajzën e saj të vogël një shtatlarti ose shëruesi tradicional për 20 rand, $1.100 apo 968 euro, dhe se vajza e donte ato për syt dhe lëkurën e saj. Gjykatësi nuk përmendi në vendimin e tij se kujt u shit vajza ose pse. Tre të dënuarit do të mbahen në paraburgim përpara se t'u jepet